Përshëndetje nga unë Kleakica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam ju të ftuar shumë speciale. Ajo është Aurora. Aurora është shumë e bukur, por njëkohësisht është dhe shumë e talentuar. Ajo ka pasion muzikën dhe aktrimin. Aurora, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam. Po sa e bukur që je. Faleminderit. Sa sy të bukur që ke. Ku ti ke ngjarë ti me këto sy kaq të bukur? Unë i kam ngjarë babit. Ua, që ka merita e babit do me thëmë për këto sy? Po. Apo e mamit më shumë? E babit më shumë. Këdo më shumë, ti mamin apo babin? Unë i dua të dy, nuk i ndaj. Nuk i ndaj? Ja. Kjo është pyetja më idiote që drejtohet ndonjëherë, këdo më shumë mamin apo babin? Po. Po personi që të kanë mbështetur më shumë, kush ka qenë, mami apo babi? Të dy më kanë mbështetur shumë. Sa mirë. Kur ka lind pasioni yt për muzikën? Pasioni im për muzikën më ka lind që 4 vjeçe. Po. Sa vjeç je tani? Unë jam 9 vjeçe. Mendon të bësh një këngëtare e famshme apo do të bësh aktore më shumë? Në fakt më pëlqen që të bëjmë të dyja. Nuk i ndan dot. Ja. Po nëse do të bësh aktore, si kush aktore do të jesh? Mua më pëlqen Ergys Keta. Është një aktor aktron shumë bukur. Tjetër? Do doje të kishe një bashkëpunim me Ergys Ketën? Po. Dhe do bëj një bashkëpunim sepse do bëjmë një film bashk edhe është Lugina e Djalit 2. Edhe unë do jem të pjesa e 2, që është Lugina e Djalit 2, edhe do aktrojmë bashk. Sa mirë, të uroj shumë suksese. Faleminderit. Po nëse do bësh këngëtare, si kush do doje të isha? Unë doja të isha si Kërgol Dejgji, sepse është këngëtari im i preferuar. Po ndonjë shqiptare, këngëtare? Mua më pëlqen dhe Dua Lipa. Këndon shumë bukur. Po nëse do e përshkruaje veten, si do ta përshkruaje veten ti? Unë e përshkruaj që këndoj shumë bukur. Një vajzë e talentuar, një këngëtare shumë e mirë? Po, edhe aktroj shumë bukur. Kam shumë talente dhe çfarë mendon se njerëzit pëlqejnë më shumë tek ti? Mendoj që më pëlqejnë zërin. Po, Edhe? sepse më komentojnë që këndon shumë bukur. Edhe Po shoqet, të kalojnë pak tek po shkolla? edhe shoqet. Nuk ke asnjë shoqe që xhelozon për ty? Jo. Se ti tani je e famshme. I ke të Ja. gjitha shoqet mbështetëse? Po të gjitha. Sa mirë. Po tjetër përveç mamit dhe babit. Kë ke pasur një person që do ka ndihmuar në rrugtimin tënd? Në rrugtimin tim më ka ndihmuar mësuesja ime Zysh Albana. Ajo më ka ndihmuar që 4 vjeçe, që kam shkuar te kursi i saj. Dhe më ka treguar shumë këngë që të mësoj dhe ajo më ka ndihmuar që të jem ku jam unë sot këtu. Cila është kënga që ti dëgjon më shpesh? Më shpesh është një këngë e re që kam mësuar tani, është Speechless. Do na e këndosh pak? Once upon a December, someone holds me safe and warm. Horses prance through a sere, dancing bears, painted wings, things I almost remember. And a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Sa e mrekullueshëm, sa s'do të ëmbël. Faleminderit. Nëse ti do të bëje një bashkëpunim, një muzikë, kë do zgjidhje të bëje një muzikë? Të bashkëpunoje me kë? Vetëm artist shqiptar, jo të huaj. Me Golden Gjin. Kam parë dhe disa video të tuat me Golden Gjin. Po.
E pëlqen? Po. Këndon shumë bukur. Dhe këndon këngë popullore. Patriotike? Po. Dhe më pëlqen shumë. Të pëlqen shumë? Po. Po me vajzë? Vajzë nuk i dëgjoj shumë vajzat, sepse vetëm Gold dëgjoj më shumë. Edhe Aurela Gaçen. Më pëlqen shumë, po. Aurela Gaça. E ke takuar ndonjëherë? Jo, po. Do doje të takoja? Po. Të pëlqen Aurela Gaça, më tha. Po. Nëse ti do të takoja Aurelën, çfarë do t'i thoja? Aurela Gaçe ka një zë shumë të mrekullueshëm dhe doja të takoja një herë, edhe sepse më pëlqen shumë dhe ka shumë këngë të bukura. Dhe besoj ti do doje të ishe një ditë si Aurela Gaça. Po. Ti këndon edhe këngë popullore. Po. Do na e këndosh një këngë? Po. Do këndoj një këngë të Mirditës. Mund ta këndosh. Sa vishe me t'bardha, me stoli komtare, po me bandri shtati, se unë jam shqiptare, si kristalë zhupi, si aj floku i borës, gërshetat e flokut, po mingjajnë shqiponjës. Bravo. Faleminderit. Nëse ti një ditë do të bësh shumë e famshme, që do bëhesh se nuk ka nga shkon, kujt doja të dedikoje ti të gjithë këtë sukses tëndin? Unë do t'ja dedikoja dhe xhaxhit tim. Xhaxhit? Po. Pse pikërisht xhaxhit? Sepse xhaxhi më ka ndihmuar në rrugtimin tim shumë. Dhe më ka treguar koncerte dhe më ka thënë që të shkoj këtu. Dhe po. Do me thëmë përveç prindërve ti pas ke pas support dhe xhaxhajin. Po. Sa mirë. Ndihet krenar xhaxhai për ty, çfarë të thotë më shpesh ai? Më thotë që jam shumë krenar që je rrit dhe je bërë kaq këngëtare shumë e mirë. Dhe ai gjithmonë më shpreson që të bëhem një artiste shumë e madhe kur të rritem. Kush është personi nga mami dhe babi që t'i ve gabimet më shumë në dukje dhe të thotë mos e bëj, të jep këshill nga ai gabim që ti ke bërë? Më shumë mami, sepse mami këndon, por nuk shkon në koncerte. Thjesht por ka nga zë. mami e ka marrë pasionin dhe i din gabimet e këngës që bëj, edhe më thotë që t'i rregulloj. Të kritikon ndonjëherë babi? Jo. Po mamat janë ato që na kritikojnë më shpesh, se babat janë gjithmonë kështu, më të qetë. Po. Po shikoj që e vesh shumë bukur. Faleminderit. Kish i herë duart të të shikoj dhe kamera? Oh, wow. Kush të ka vesh ka ish bukur ty? Mami. Sa bukur, je vesh si vajzë e madhe. Faleminderit. Tani, unë të doja nga ti një mesazh për të gjithë vajzat e vogla që kanë talent, që të vazhdojnë të bëjnë si Aurora, se të gjitha nuk e shprehin talentin që kanë. Unë dua të them që të ndjekin talentin e tyre dhe mos të heqin kur dorë. Nga ëndra e tyre. Po. Po ti ke marrë shumë komente pozitive, se unë të kam ndjekur dhe në rrjetet sociale. Po ndonjë koment negativ ke marrë ti? Po ndonjëherë, por nuk më intereson që thajnë, veç vazhdoj. Vetëm vazhdon. E rëndësishme është që të kesh familje në krah, sepse shumë vajza të vogla si ti kanë talentin, por mungon gjëja më e madhe. Ajo është mbështetja e prindërve. Po. Edhe është shumë e vështirë për një person që ka ëndër, ka talent dhe nuk ka mbështetjen e prindërve. Dhe ti duhet të jesh shumë e fat që ke prindër që të mbështesin dhe janë kudo me ty për të nisur ti rrugtimin tënd të arrish majat. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe. Ishte kënaqësi, do jesh gjithmonë e mirëpritur këtu, nuk kënaqesh shumë me ty, të uroj shumë sukses dhe shpresoj që një ditë na bësh krenar. Dhe Faleminderit. qëndro kështu siç je, mos ndrysho për askënd. Faleminderit. Po çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Si u ndjeve? Unë ndjeva shumë e motivuar, sepse çdo intervistë dhe emision që më kanë thirrur, më duket vetja që po ec më shumë në talentin tim dhe ndjem shumë
shumë mirë. Po. Ti e ke një talent. Po. Edhe ne i vlerësojmë shumë njerëzit që kanë talent. Sepse është një risi dhe për Shqipërinë, që po dalin talente kaq të reja çdo ditë. Je shumë e bukur. Faleminderit. Ja pra kështu i erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.